Një 31 vjeçar i punësuar në shkollën e Manastirit dyshohet për pornografi fëmijësh. Prokuroria Themelore Publike ka nisur procedurë pas njoftimit të Policisë Federale Australiane, që ia dha autoriteteve të Maqedonisë së Veriut, përmes të cilit u zbulua 31 vjeçari i cili dyshohet të ketë kryer veprën penale, prodhim dhe distribuimi pornografisë me fëmijë. Për të, gjykata themelore e Manastirit ka dorëzuar propozim për saktim të masës së paraburgimit. 31 vjeçari i dyshuar, i cili ka qenë i punësuar në institucion arsimor në periudhën nga prilli i vitit 2024 dhe deri më 1 prill të vitit 2025 në pajisjet kompjuterike të cilat i ka përdorur në shtëpi, ka blerë për vete dhe ka poseduar material me pornografi me fëmijë. Prokuroria shton se po ndërmerren edhe veprime të tjera në Shkup dhe disa qytete me qëllim kontrollimin e detajuar të gjitha njoftimeve të marra. Procedura njoftojnë ata është rezultati i veprimeve parahetimore të ndërmarra nga Prokuroria Publike në koordinim me SPV Manastir dhe sektorin për krim kompjuterik dhe forensik digjitale Shkup, të cilat u vunë në lëvizje pas një njoftimi nga Policia Federale Australiane, e cila kohë më parë kreu një aksion për të zbuluar faqet e internetit përgjegjëse për shpërndarjen e imazheve dhe videove që përmbajnë materiale abuzimi me fëmijë. Shërbimet australiane kanë realizuar operacion për të zbuluar përdoruesit e adresave IP, që u përpoqën të hynin në një ose më shumë nga faqet e internetit, gjatë të cilit u identifikuan disa përdorues të regjistruar unik, adresat e tyre të emailit dhe IP-s, disa prej të cilëve ishin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për të cilat ju dërgua edhe një njoftim autoriteteve hetimore.